Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur. Jemi edhe këtë të martë në kuadër të emisionit ton të përjavshëm Një jetë në një orë. Kësaj radhe do të bashkëbisedojmë me një tjetër intelektual të komunës Gjakovës. Bëhet fjalë për zotin Gazmend Hoxha, i cili aktualisht kryen funksionin e kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare Dega në Gjakovë, ndërkohë që përgjatë rrugtimit të tij profesional ka pasur edhe poste tjera udhëheqëse, për të cilat ne do të flasim sot, duke mos anashkaluar edhe pjesën e rinisë, pjesën e ditëve më të bukura, gjithsesi edhe fëmijërinë dhe pjesën nga familja e tij. Faleminderit zoti Hoxha që pranuat të jeni pjesë e këtij emisioni. Sonja Lida, faleminderit edhe juve. Do të thotë televizioni Syrit, si zakonisht një televizion që ka një shikueshmëri në qytetin Gjakovës, atë se qytetarët e përcjellin me vëmendje. Prandaj unë në emër të edhe shoqatës, edhe shokëve të mi aty që gjendëm, ju falenderojmë. Po këtë rast posaçërisht privatisht falenderoj që keni gjetë mundësinë edhe na keni ftuar që edhe ne të folim për jetën tonë. Prandaj juve edhe gjithë shikuesve ju dëshirojmë kënaqësi edhe ditë mbar, shëndet edhe gjitha të mira. Po, faleminderit gjithashtu për bashkëpunimin. Aktualisht jeni kryetari i Degës së OVL Lanç në Gjakovë dhe po përpiqeni që ko pas kohë të mbani aktivitete të ndryshme. A do thotë kjo se edhe pas pensionimit po vazhdoni të mbeteni aktiv e në mënyrë që pjesa intelektuale ose grupi njerëzve intelektual të jenë sa më shumë aktiv në formacione të ndryshme? Në këtë aspekt janë disa gjëra, por ka të bëjë edhe me vetë parafrimin edhe zhvillimin prej moshës hershme, qoftë si nxënës, si fëmijë, si nxënës, pastaj student edhe ku është angazhimi tjetër në aktivitetet të ndryshme shoqërore në komunën Gjakovës, po edhe më gjë nivel të Kosovës. Kështu që tradita, eksperienca vazhdon edhe nëse gjendesh me një periudhë moshës tretë, aty të pensionimit, atë kur njerëz të kërkojnë ose të ofrojnë që është një kënaqësi dhe është një privilegj, medomos që impinohesh edhe e merr edhe guximin që të angazhohesh për të mirën e gjithë qytetarëve, për të mirën e aktivitetit, për arsye se njeriu është një qenie shoqërore që lyp të jetë aktiv. Por arsye se mendoj që pasiviteti dhe sidomos pas pensionimit është pak më fatal mund me qenë për shumë njerëz, po ja që me atë mundësitë edhe që i ka njëri mundësitë intelektuale, fizike të tjera, duhet ta jep një kontribut në çfarë do lamie qoftë në jetën shoqërore, qoftë në jetën kulturore e tjera, përpos angazhimeve që janë në familje, që janë pak më të reduktuara, por do si do jeta intelektuale, jeta e angazhimit në rrjedha shoqërore për të mirën e vendit, për të mirën e Kosovës, vërtet është një impenim që është interesant, jep emocione tjera, kështu që ne po mundohem aq sa kemi mundësi derisa të na shërben shëndeti edhe mundësi ta vazhdojmë atë aktivitet. Faleminderit, kënaqësi. Sot do të kthehemi në kohë, do të flasim për shumë fragmente jete që ju kanë shoqëruar ju. Për dy arsye. Para, për t'i risjellur ato edhe në kujtesën tuaj, por gjithsesi edhe për të përcjellur shumë mesazhe tek shikuesit tanë se sa rëndësishme është koha edhe fotografia bërë pikërisht në një moment të caktuar. Pajtohemi që ta fillojmë me fotografinë e parë? Patjetër. Atëherë do ta kemi fotografinë e parë edhe do të shohim ku është kjo fotografi, pse është kjo fotografi e rëndësishme. Kjo fotografi është e bëna pikërisht në teatrin e vjetër të Gjakovës, në sallën e teatrit vjetër, ku gjendet tani Pallati i Kulturës. Është hapi i parë i angazhimit tim si antar i organizatës së pionerëve, gjithsesi mandej edhe si kryetari i saj. Do të thotë prej shkollës fillore, këto janë hapat ku isha në shkollën fillore, viti 8. Unë jam gati personit këtu dytë. Po i dyti, po. Po duke lexuar raportin, atëherë do të thotë është zgjedhja parë si
udhëhes i pionerëve të qytetit Gjakovës. Bëshin këto aktivitete? Po, patjetër ekzistonin sikur se ekzistojnë edhe sot, forumi rinor e tjera, po fillon të prej hapave të farë, organizata e pionerëve, megjithëse kishte konotacionin socialist, atëherë ashtu ishte edhe rregulli shoqëror, po ishte organizata e pionerëve e cila e ka të njëjtën formë të organizimit sikur që e bojnë rinja sot, qoftë edhe ndoshta edhe më tepër, qoftë në edukimin, në shkollimin, në marrjen e dijes, edhe aktiviteteve tjera sportive, shoqërore. A ishte kjo aso kohë një privilegj për ju? Patjetër, se gjithmonë një post jep privilegje, po jep edhe impinon edhe përgjegjësi, dukesh mandej se je më serioz, po e merr rolin edhe të liderit në grup. Ka edhe të tjerë që ndoshta nuk dojen, por shumica presin nga ti që iniciativat rrjedhin. Ata i kanë edhe iniciativat e vjetra, se unë i takoj një periudhë ndoshta të fillimit feminist me pak vështirësi materiale, shtresës mesme qytetare, por prapë edhe një periudhës që ka qenë ashtu të më liberale, pak kështu që angazhimi jonë i rinisë merr një kohë. Ato iniciativa gjithmonë krijojnë kreativitet e të ri, përpos detyrave shkollore të mësimit e krejt edukimit, janë edhe këtu për arsye se bojnë njërin më komunikativ, më shoqëror. Kjo është hapi i parë, prandaj e zgjodha me qëllim tregoj kur ka nis aktiviteti juaj. Po, shumë e bukur kjo, një kujtim i bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Fotografia tjetër, do të thonë në kronologjinë pas ftesës juaj pak u nxit kronologjia e IT-s mendore, që thonë, në këtë gjuhën moderne, për arsye se duhet këta në kujtesë prej feminist, do të hapat e parë. Kjo është një fotografi si nxënës i shkollës Mustafa Bakia. Kjo është dikun klasa 7, shtata 4, shkolla fillore Mustafa Bakia, me arsimtar kujdestar Gjafer Liria, një pedagog të jashtëzakonshëm, në mes ka qenë edhe një sportist aktiv, por para se gjithashtu pedagog i veçantë. Unë jam aty diku prapa me një bluzë të bardhë, shoku Mehmet edhe gjithë janë shok tjerë. Që është indikative prej një klase cila ka pas një grumull vajzash e djemsh, qamarok, si që quajmë nga një herë, ka pas 15 nxënësa shkëlqyshëm. Një klasë e mirë. Një klasë e jashtëzakonshëm, por pak e çturur në disiplinë, por me ardhen e profesor Gjaferit me një pedagogji të jashtëzakonshëm. Ajo energji u kthyi në aktivitet, në disiplinë, kështu që na para disa viteve kemi festuar 65 vjetorin e semimaturës. Jemi mbledh ata cilët kemi qenë, për se nga këta ka njerëz që kanë vdekë, nuk janë këtë botë, edhe kemi improvizuar një orë mësimi, edhe që ishte më interesante, profesor Gjaferi kishte pas marrë ditarin tonë, edhe ju ka treguar gjithë se gjatë një gjysmë vjetori nuk ka pas asnjë mungesë. Do të thënë sjelljet janë përmirësuar. Çka në çudit, shumë njerëz i kanë besuar, ai ka marrë me veti, edhe ju ka treguar. Kemi pas një intervistë në Radio Gjakov, profesor Gjaferi ka pas edhe kërkesa që edhe emisione tjera në televizionet nacionale të shkojmë, se ditar figuron dokumenti i pastër çfarë nxënësa kanë qenë, ose vetë numri 15 nxënësa shkëlqyshëm. Merre me mend sa duhet të jetë arsimtari i përgatitëm. Cila mendon se ka qenë ajo poenta kryesore e arsimtarit që ju nga rebel, nga një grup rebel është riktheni të bëni aq të mirë? Po ishte afërsia, elementi pedagogjik që përdorte edhe përkundër qëndrimit. Po qëndrimit ma tepër prindor se sa arsimtar. Kështu që ai i kanalizonte, kur pedagogu din ta kanalizon energjinë, dijen e trive, një memorje, një fantazi të në, atëra e kthehet energji pozitive. Përpos kësaj, këta ishin nxënësa që i takoshin një shtresës mesme, jashtëzakonisht qytetar të ndershëm, gjitha shtresave, prandaj nuk ishte ka ikte, veç se ta kemi vërtet një klasë që
të edukohen, dalin të edukohen. Shembull. Edhe unë edhe sot e kësaj dite mbledhe me shokët e kësaj gjenerate, edhe mund t'ju them që ne për gjithë jetën kur se kemi ndru 2 fjalë qija. Edhe këtu janë emocionet veçanta, edhe na kujtohen, e kthejnë bamendje, kthejnë. Është shumë e bukur, zoti Hoxha. Kalojmë te fotografia tjetër. Sa mirë që janë fotografitë dhe na rikthejnë në këto lloj emocionesh. Patjetër, kjo është pak fotografi më e vonshme, është shëtitja në vërtet udhëtimi i parë në Tiranë. Është viti dikon 74, është shkurti 74, me sa kujtoj 20 diçka shkurti. Përndryshe, si student në Universitetin e Beogradit, une më dha edhe posti i zëvendës kryetari të shoqërisë përpjekja. Do të thotë shoqërisë kulturo-muzikore, letrare kulturo-muzikore, për arsye se në atë shoqëri ishin një pjesë e studentëve nga Gjakova, gjeneratës sonë, sidomos zonja që janë farmacistë, Sabahat e Mangjuka, Faketi, Kryeziu, ishte Qepsere, Qarkagjia, mandej ishte Myza e Rizvanolit, mandej edhe disa të tjerë shoh kolegë që studionin. Kështu që ata duke ditë potencialin e angazhimit tonë më propozuan me njëherë ishte sfidë dhe më e madhe që kjo organizat o merr kryesisht me tubimin e njerëzve që ta hekin parasysh ta hekin mallin. Ishte hera parë që na kishim udhthu, ishim dalë jashtë Kosovës, ishte pak e vështirë. Kështu që u mërshim me çështje poezisë, letërsisë, muzikës e këtyre tjera. Shkëmbenit përvoja me grupe studentësh po, patjetër, në Shqipëri? Me shoqërinë Baramcurit të Sarajevës, Shkëndia të Zagrebit, edhe të Ljubljanës, por kjo ishte një udhtim sipas kërkesës jonë dhe marrëveshjes me Universitetin e Tiranës që të vizitohet Shqipëria. Edhe ne kemi kry këtë vizitë, kemi pa me tepër pjesën veriore, ka Shkodrës kemi mujtë me shku, e kjo është fotografia parë udhëtimi im i parë në pasaportën e ish Jugosllavisë, pranë përmendorës Skënderbeut. Prandaj unë zgjedha si simbolik. Cili ishte emocioni i asaj? Ishte i veçantë, për arsye se tash edhe më por unë i takoj asaj gjeneratës që ne kishim pak një liri, kishte gofunin liri, edhe dihet se nxënësit dhe studentat janë pak pirë në elementet e patriotizmit, qoftë muzikë, qoftë në letërsi, përmes shkrimtarëve, kadareset e tjera, për ne ishte një vizitë e gjallë për Shqipërinë. Në Gjakovë kemi qenë më të përgatitën për arsye se është përcjell televizioni i RTS-s. Prandaj i njefshin gjallë, por e pamja e gjallë, është edhe prekja e gjërave ishte emocion i veçantë. Prandaj unë e përzgjedha këtë fotografi që është bardhësi, të cilën e ka bëu një prindi, një shoqe, një familje me të cilën na kemi marrë korrespondencë, për arsye se ju dërteshim gjimnazit Qemal Stafa, si gjimnazist Hajdardushit, me marrë korrespondencë me ndonjë prej shoqeve. Unë për fat mirë kam pas një shoqe Roza Mito, e cilën jemi shkruar dhe kemi pas kontakte dhe qëndrime aq thella vllazore sa që është ka qenë çuditshme. E ka përcjell edhe atë emocionin e ndoshta vllazërisë ose bashkimit gjithsesi. Kemi një fotografi tjetër të radhës, shohim se në cilën periudhë do të na shpije. E tash na shpije një periudhë pak më të vonshme. Po. Ishte periudha, në vërtet aktiviteti im e përmenda më parë daton qysh herët. Këtu ka të bëj me aktivitetin si aksionist. Me sa më kujtohet, nuk gabohem, kjo është dita 1 prillit, e cila në aktivitetin e rinisë ateshme shënoi si dita e aksioneve vullnetare. Ishte zgjimi i pranverës, arrestoheshin brigadat shkollave, mesme shkollave fillore, edhe gumzhonte i gjithë qyteti nga aktivitetit. Si shihet këtu është diku ka parki i qytetit, afër hotelit Pashtrikut, ku mbyshin fidane, pisha e gjitha llojet e bimëve, do thotë këta ishin gjithë nxënës që dilshin vullnetarisht. Do thënë,
sa i madh entuziazmi. Kjo është ajo dilema nëse ngrem një paralele me ditët e sotme. Sa gjithmonë kur kemi protagonist që sjellin fotografi, është e pamundur të mos sjellin edhe nga këto angazhime të rinore të atyre periudhave. Po nëse më lejohet, unë desha të bëj krahasim pa atë aspektin se dikush mund të më akuzoj si nostalgjik. Nostalgjik është secili i ri për periudhën e kaluar. Edhe kjo formë se dikush i thot kjo ka qenë edukim socialist, ku do diun. Çdo edukim ku të ka të bëj në futin e frymës punës, pastërtisë qytetit, edukimit. Është në të mirë në vendit. E preteksti ideologjik e humb kuptimin. Prandaj këto ka qenë, atëherë ka qenë kjo kohë. Edhe mos të harrojmë se qaj aktiviteti këtyre trive dhe baballarëve të nëve, për shembull po e marrim Shkugzën, e cila është e pyllëzune me pisha dhe sot është qendër rekreative. Ata e kanë mbjellë qytetarët e Gjakovës. E kemi mbjellë edhe ne. Dhe thot është kontributi jonë i fuqisë punëtore, i punës fizike tonën. Prandaj aja nuk ka bi, përse se na i dim që i kemi marrë dhe kemi me lloje të drujnëve të ndryshëm, po ato pisha janë të mbjellën. Përmes këtyre aktiviteteve, shkollave e tjera. Natyre që ka qenë diçka e mirë. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu tash është një formë tjetër aktivitetit, kjo është një ekip veshguesish, një paradë sportive gjatë majit, kur marshin gara në rregullimin e shatorit ose shtëpizave që kanë qenë, edhe u marshin edhe aktivitetit tjera, parasysh se këta tri edhe do këshim në orientimin e pyll dhe forma tjera. E ku organizohet këto shatore? Kjo ka qenë stadionin në Vllaznimit, stadioni i vjetër, ekip i veshguesve, unë kam qenë edhe një kohë edhe kryetar i veshguesve, mandej edhe bishkatarëve pashtrikut të Gjakovës, edhe me ekip tjetër matet shpejtësia e montimit një shtëpize, cila është shumë e rëndësishme për çdo situatë. Si mund gjinden ata, si mund të orientohen në hapësirë, në mal dhe dikon tjetër. Në format edukatës. Më thonë ju kishin një limit kohor dhe duhet ta montonit këtë shtëpisë. Ban gara 2-3 grupe dhe del si fitus, me te për broritje, krejtatorës së sa, ndonjë medalje tjetër, po ishin medalje si zakonisht që janë, po atëre ka qenë një voluntarizëm. Koha jonë është koha e voluntarizmit. O rrugë që i thojnë ashtu të brigadave, krejt e tjera, dërsa sot ka dhe në shtanën tjetër materiale. Edhe kështu të uniformuar, duket bukur? Po, zakonisht e kanë amblemin e veshguesve, anësh ju duken nxënësit që kanë bo ushtrime gjimnastikore, krejt e tjera, ju me siguri dikush për i prindve ka mujt me ju tregu se për shembull në stadionin e Bagigës ose në stadion këtu janë majtë mramjet muzikore, gjimnastikore, ku secila shkollë fillore, shkollë mesme, përmes garave gjimnastikore dhe të tjera, ka mo gara mes veti. Këto kanë qenë atrakcion për qytetarët. Një periudhë kur jeta shkollore ka qenë shumë e aktivizuar. Shumë dinamike. Ka qenë elementi i angazhimit arsimtar, impenimit arsimtar i jashtëzakonshëm, do thotë nuk ka pas orar, gjithmonë ora edukative, ora e kulturës fizike, për shembull unë përmenda profesor Gjafeni, i cili shpeshherë ka dalë me ne, ka luajtur bashkarisht, edhe pse ka qenë edhe një prej embollistëve kulminant vllazënimit, mandej çka ka rritën në shkallën e trajnerit të ndërkombëtar. Kështu që ato ishin motive të jashtëzakonshme, fryma e garës, gara përmes shkollës, sidomos 4 shkollat e qytetit, por pa i lënë anash edhe shkollat e fshatit. Kuptohet, po. Kalojmë te një fotografi tjetër, shohim. Tu tash jemi pak ma larg. Ku kemi shkuar? E kam marrë me qëllim. Këtu unë jam një aksion, kjo është aksion internacional. Që nën kupton? Që nën kupton takimi me 3 nga mbar bota në shtetin atërshëm Çeoslovak, tash Çekia dhe Slovaki, në është Praga, diku në afër Pragës, puna ne hekur rrudhat e atërshme. Ato akcione, përveç karakterit punës, e kanë pas qëllimin edhe karakterit njoftimit me njerëz të botës. Do thotë
është punu, normalisht si... Do të thënë punë vullnetare, ju përfaqësonit vendet e juja, bashkoheshit të gjitha. Unë e kam përfaqësu Kosovën edhe nivel të ish Jugosllavisë, natyrisht. Ose kanë qenë edhe Republika e tjera një grup, se gjithmonë kemi shku, do thotë, në qatë periodën tonë jemi përfaqësu, kemi shku 10 veta të 6 republikat e 2 krajinët edhe dikush tjetër. Unë që kam qenë zëvendës komandanti kësa dhe jam një prej trive që jam shpërblyj me shenja sulmuse të ateshme, atëra ishte regjimi edhe atje ishte socialist. Përveç kësaj, unë kam qenë pjesëmarrës edhe një akcioni në Ukrainë, afër Çernobilit, në Ukrainën atëra e cila ka qenë në suazat të Bashkimit Sovjetik, janë vizitu shumë vende, kanë qenë momentet pa përshkueshëm për arsye se kemë pas të bëjmë me shumë njerëz, por edhe atëherë si që ka zakon ambicia e shqiptarëve dhe e imi posaçërisht, gjithmonë kemi pas një detyrë, një mision që të tregojmë, edhe pse kemi qenë pa njohur që jemi edhe intelektualisht, por edhe fizikisht shumë përgatitën. Une për fat mirë e kom dashur anglishtin, e kom njoft anglishtin, edhe gjuha anglisht më ka ndihmuar shumë që të komunikoj me ta, prandaj edhe jam shpërblyj, të 2 herat jam shpërblyj. Do thotë kam qenë i dallon edhe nivelin e grupit, por edhe në tënësi. E këto aksione rëndom, sa ditë zgjasnin, edhe ishin gjatë krejt kohës shumë fizike? Aksionet përpara kanë zgjatë një shusaj një muj, ndërsa këtu kanë zgjatë 20 ditë. 10 ditë është punu, 10 ditë është shëtit. Do me thonë ka pas edhe shëtitje. Takime me të rinjtë dhe njoftime me ta, debate rreth rregullimit. Zakonisht më tepër ka pas shteteve socialiste, por ka pas edhe shteteve skandinave, që janë pak, kanë qenë më demokratike, më kretë. Kështu që ishte edhe një përvojë i atynve në ato shtete, do thotë na përmes kontaktit u njefshim edhe me standardin e tynve, nivelin intelektual edhe krejtëforma. Ti personalisht, çka mendoja aso kohë që merrjen nga këto shëtitje? Cili ishte ai virtyti që doje ta merrjen nga të tjerët? Para njefsha se mundësitë tona materiale nuk ishin as të mëdha që ne të bëjmë shëtitje nëpër Evropë. Kjo mundësi, do thotë, doje ta shfrytëzoje këtë mundësi. U shfrytëzonte që bëshë krahasime çfarë niveli e kishe kontakte me njerëz me kultura të ndryshëm, sidomos përshtypja eme e çeket janë një popull jashtëzakonisht i kulturon. Praga atëshme ishte barëm vajza ime shpejti ka qenë para një javë në Çeki, tha babi ishte maneshme, tash unë babë kam pa Çekia dhe Praga është i jashtëzakonshme. Prandaj në periudhë ta kesh mundësinë, edhe pse mas e më vonë edhe shumë të ri Gjakovës kanë udhthu, kanë dalë, por kur kam qenë në vizitat e para, mundësitë materiale kanë qenë të vogla të rive. Prandaj kjo më ka dhënë një mundësi edhe prezantimit rinisë qoftë Gjakovës, Kosovës, por edhe prezentimit blerave të mia, posaçërisht si edhe eksperiencë personale jotja. Gjithmonë misioni edhe një herë thash ishte tregojmë që shqiptarët vërtet janë popull i vjetër, janë intelektualë, për arsye se nuk ka qenë të njohur. Kuptohet. Po. Faleminderit, kalojmë te fotografia tjetër. Fotografi të zgjetura, shumë bukur. Ku jemi në këto fotografi? Kjo është një fjalim në aktivin politik, atëherë isha në pozitën e kryetarit të rinjisë. Periudha është 78-80. Unë e kam pas postin e kryetarit të rinjisë nivel Gjakovës. Gjakovës e cila në atë kohë ka qenë mjaft e zhvilluar, sipas vëmendjes time, në atë kohë ka pas dikon më tepër se 20.000 të punësuar. 20.000. Me fabrikat njohura prej Mindorakut që dikun ka llogarit 5.600 deri në 6.000 punëtor, Metaliku afër 800 punëtor, ndërta 80 inxhinier me investim edhe ashtu me një prodhim të licencum ose me mashineri të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me elektromotorët, po ashtu një fabrikë e zhvilluar e cila ka qenë investim nga Slovenia, por me afër 800 punëtor, me një kombinat e Mindoraku, e Reniku, i cila gjatë vjeljeve të frutave urdeshke të importon punëtor,
nga komuna tjera Për të vjedhjen e plotësuar frytave, nevojat, po. 400 hektar rrush, dikun 400 hektar moll, mos flasim për vishnje, për arat të mbjellura me gur, një kombinat i fuqishëm me shumë punëtor, me të cilin masaj posaçërisht e përvoja e aksionave në shërbej dhe unë disa vite me radhë për një dekadë kam qenë edhe komandant i vjeljes rrushit në Lubunar me vendbanim me vendosjen e gjithë trive nxënësve së parë i Gjakovës, pandej edhe gjithë trive nga Kosova. Cili ishte qëllimi i këtij takimi? Qëllimi i takimi është prezantimi i programit. Po. Pra se si partitë politike edhe sot është ngjashmëri sikur përpara. Do të çdo secili subjekt, qoftë rinia socialiste, sindikatat, Fronti Popullor, Lida Socialiste, kishte programin e vet në forma të ndryshme, edhe u deshke që i pari i saj do thotë kryetari, reprezenti duhet ta proces programin, të merr se në atë kohë ishte pak zanafillat e një demokracie, kishin të drejtë njerëz me japin propozime. Ide, natyrisht, po. Ishin hapat e parë, por prapë se prapë ishte një periudhë që jepke stimulës. Natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër. Tu tash jemi gjimnazi Hajdardushi, se na e kalum disa epoka, po atë ne po s'ka rëndësi. Televizin në kohë, natyrisht, po. Këtu në fotografi besoj se mund t'i dallani, keni profesor Gjevat Kushin mes si drejtori i gjimnazit, djathtas nga ty e keni Nazim Pulen, profesor gjeografisë, arsimtar kujdestar i klasës sime, dhe në të majtën e tij e Gjevatit e kemi profesor Sami Glogjanin, profesor i gjuhës shqipe. Që ishte interesante kur fola për klasën e parë, pa modesti, më ka përcjell gjithmonë fati që gjithmonë kam një grumull shokësh dhe nxënësësh që janë vërtet të shkëlqyeshëm. Edhe kjo klasë ka pas njerëz me aftësi të ndryshme, ka pas matematician që të vërtet kanë qenë manitshëm, ka pas gjeograf, ka pas të tjerë që kanë vazhdu tutje në këto profile. Që për shembull në rendin e nalt atje ku gjendem unë në mes, shihem vetëm është Bran Bakia inxhinier. Vllavi i Masar Bakis tash ndjerit. Lulzim Kushi doktor stomatolog. Ergjement Baballushi është nga jurist, Agron Zeka inxhinier, Farid Krypa më poshtë student i Universitetit Zagrebit inxhinier, Agron Lama inxhinier ndërtimtarie. Edhe mos flasim krejt me radhë, kështu do më thonë se cili për tënve ka një kvalifikim një shkollë në fund atje Ilami Kusari, vllavi Ilmi Kusarit e të tjerëve, do thot një gamë njerëzis poshtë, të i përmend qëfësere Zvanoli, mandej arsimtare qëfësere Juniku, Ganimet e Doli arsimtare, këtu me radhë, Nizafete Kpuska, Shqipe Shala, Shqipe Gjepa Shala, gruaja e kujtim Shalës, po ashtu nxënëse shkëlqyeshme dhe arsimtare erëzakonshme, e të tjerë besoj se... Po, zoti Hoxha më trego, si zhvillohej jeta e gjimnazistëve aso kohë? Cilat ishin takimet e juaja, se ku bëshin takimet e juaja pas shkollës? Tash të fillan një etap tjetër. Ajo përvojë e shkollës fillore tash është një moshë madhore. Natyrisht. Do thotë kalimi i adoleshencës, përgatitja për studime. Për fat mirë, profesor Gjevati ka qenë jashtëzakonshëm. Jep të mundësi të angazhimit. Për fat mirë, unë isha aktiv qënditët e para në klasën e parë, Rëshdi Sefa ishte kryetar i rinisë, andaj Valon Vula edhe pas të i erdha unë. Kështu që ishte trasume rruga. Natyrisht. Edhe përvoja, kështu që ne kemi pas një gjimnaz, një shkollë të jashtëzakonisht të organizuar. Çdo miting poezie që është marrë nivel e Gjakovës, gjithë shkrimtarët prej Kadaresit e tjerë, mos drejtori Agollit, ata ka gjithmonë kanë marrë orën letrare, ka qenë një emocion i veçantë. Ne i kemi pas gjitha format të organizimit, prej
gjimnazistit, domethënë forma sportive, ndihma parë, klubi letrar, Migjeni, pastaj edhe forma tjera shumë lloje tjera. Më më thonë të drejtën se na kemi qenë qaq aktiv, qaq të organizuar, saqë unë për shembull kam pas të drejtën të marr pjesë në tubimet e arsimtarëve. Për arsye se kam shku shpeshherë në orët edukative vetëm për vetëm meditar, kam qajt hallat me ta, cilat janë problemet, edhe jemi organizuar të ndihmojmë të tjerë që kanë qalu, për shembull qoftë matematika, për arsye se na kemi qenë grupi shkencor. Gjimnazia tash sikur tash ka grupin gjyqësor dhe shkencor. Këta nxënësa kanë përfituar dije për arsye se edhe niveli i arsimtarëve ka qenë shumë i përgatitur. Do thotë ajo koka ka dhënë fizik, ka dhënë Rasim Bejtullahu, ka dhënë mandej Sërja Zeka matematik, Nazim Pula, do thotë kuadër të përgatitën, diplomon, por me një përkushtim të jashtëzakonshëm, kështu që ka qenë e vështirë thjesht i pa përgatitën ose ta përfitosh një notë, si i thojmë na, me 4 ose me forma të ndryshme, si që ndodh. E kështu rëndom takimet me vajza, me djem, takimet rinore, kishte kafiteri, apo kishte mbëltora, apo parka, ku ishin ato të zhvilluara? Tash kalon me një etapë të sfidës veçantë. Sepse maturantët e kanë këtë zjarmin rinor. Ne kishim fillu dhe ndëgjojshim muzikën arktuse, sidomos ne kishim gjuhën anglishte që donë unë, po saqështë e dëshëm, ishin koha e Beatlesve, e ensemble të tjerë të njohur, Tom Jonesit e këtë të tjerë. Madje fillon organizimet e matineve të ndryshme. Gjimnazi ka pas një sallë, se di tash më duket është sallë edukatës fizike, ka qenë sallë e koncerteve, sallë me tribun. Po. Edhe fillom të organizojmë matine, por si ta përdojmë për jam parasysh se ishte edhe prapë ishte një kohë pak e konservatizmit brenga e prindve që kishin vështirësi shoqet tona dhe pse na kemi qenë shumë korrekt me shoqet e klasës. Mirë, por dalja nërgut për kësi ishte e vështirë. Atëherë me disa arsimtare të jashtëzakonshme, Fikrie Nela, mi bie Dushi, mandej në srejt e Vula, u morëm vesh që ta bëjmë një strategji që na orët plotësuese të cilat duhet t'i mbajmë pas dite, t'i bëjmë për gjysmën e kohës ta shfrytëzojmë që shoqet tona të vinë, që mos jem vetëm marshi. Është një strategji e jashtëzakonshme. Dhe doli e suksesshme, besoj. Doli shumë e suksesshme, se ato ishin edhe ato të angazhuara. Do thotë nuk ishte në mundësi të ndodhë ndonjë aksident, si ka ndodhur ndonjëherë, kështu që ne ishim të kënaqur, arsimtarët të kënaqur, por dhe prind para se sa krijuan mandej bindjen se të angazhohesh edhe në aktivitete të lira, qoftë në vallëzim, qoftë në koncerte, këtë është gjë e mirë, se shton kreativitetin, shton motivin për të tritë. Prandaj u thej një barierë. E njëjta gjë ndodhi mandej edhe shkurje në akcione, se janë 10 ditë të jetës kolektive. Për fat keq sot nuk kemi ndonjë formë të aktivitetit të tritës sotit, që më vije keq që ata ta përjetojnë jetën kolektive. Jeta kolektive është një element i veçantë që shumë pak njerëz e kanë mundësinë. Nuk ka ndonjë standard, nuk është ndonjë aheng, ajo është më tepër një disiplinë, një rregull, një afërsi me të bamat, me qeshjet, me idhnimet, me impinimet tjera. E akcioni i Rushit ishte i tillë. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër. Kjo fotografi pak më e vonshme, është organizata veteranëve është Kryqësia, në përfat keq me keqardhje. Këtu janë 3 persona që nuk janë në jetë, duke një sprej të njerit Skënder Hoxha si kryetar, i Degës, profesor Gjevatit, anën e Majt, mandej Shefqet Koshit, në anën e djathtë, Shefqet Vokshi, djali Dërgut Vokshit, Shukri Zherka e ka ende qësinë e antarit kryqësisë, por për fat keq
me gjendje jo fort mirë shëndetësore, ndërsa unë jam këtu gati më i riu për i të gjithë këtënve, edhe pse në aktivitetet e por si antar kryesie jam më i riu, afrim deva, pastaj pas tërheqjes të ndjerit Skënder Hoxha, mu obligu se mu jep drejta që të kryej funksionin e kryesit detyrës kryetarit të degës, ndërsa prej shkurtit të këtij viti, Kuvendi Zgjedhor i cila zgjedh kryetarin me mandat 4 vjeçar, mu besu detyra e kryetarit. Me thënë të drejtën, unë e kisha hezitim edhe nuk desha që unë të imponon për sy që më i riu. Kishte këtu më të vjetër, por të gjithë ishin të mendimi që energjia ime edhe mundësia pak edhe fizike edhe intelektuale dhe të ndihmon ata. Kështu që në këto, ndoshta dikush gjithmonë thotë pak që këta luftëtarët me atë frimin, por jashtëzakonisht janë demokratë, jashtëzakonisht vlerësojnë, dinë vlerin, kështu që ajo anë e mendimit, ajo një farë ndërveprimi motivon edhe më tepër. Për shembull, unë isha deklaruar që unë para frimit me cilin njihem 50 vite më tepër prej aktivitetit të rinis, nuk vjen konsiderim, por të gjithë e posaçërisht është ai do thotë gati që ishin një zëri, natyrisht. Ishin një zëri që unë ta vëtej. Kjo është një privilegj, por edhe një barë, edhe një obligim që të kryhen detyrat ato që planifikohen. Faleminderit. Pas kësaj fotografie, kemi një fotografi tjetër. Tu tash kemi një fotografi. Unë për fat keq se kam edhe disa të tjera, ku thash edhe atëherë, mu desh të futem në arkhivin e fotografive edhe njeri kishte dilema cilën të zgjedh, por mundosha që ta bëj një simbolik të asaj të aktivitetit. Këtu jam me dy njerëz meksikan, cilët jetojnë dhe veprojnë në Florida. Unë në vitin 2002 kisha marrë një vizë turistike, një vjeçare, edhe atë vizë e çuditësova që përmes një shoku tim, një aktivisti i cili posedonte një restoran, ta çuditëzoj për një përvojë të punës si hotelier, për arsye se në një kohë edhe në hotel kisha cilësinë e koordinatorit të hotelit Pashtrik. Pas rramjes atij regjimit para luftës, atëherë ne u desh të riorientohemi se cilit kryjm shumë punë, shumë mundi që të mbojmë. Kështu që nuk ishte mundësi për zgjedhje për diçka tjetër. Unë me kërkesën e Qemal Juniku si drejtori i hotelit pa ta kaluar në hotel Pashtriku, edhe përvoja e hotelit normalisht më ndihmoi që unë hotelerin ta studioj, ta përvetësoj edhe ta krijoj si përvojë timen edhe jetësor edhe punuese krejt e tjera. Këtu jemi në kuzhinën e këtij restorani, përndryshe për fat keq si apo është ka qenë një restoran i jashtëzakonshëm me shumë ushqime të shtrejta, restoran me ushqime italiane. Florid ka qenë afër kësaj pushimores verore rezidencës së Trumpit, Mar-a-Lago. Këtu është Boca Raton ose një 80 majla 80 kilometra afër Miamit. E morët një eksperiencë interesante nga ky vizqëndrimi atje? Jashtëzakonshme. Çka ishte më interesante te unë ishte një dëshirë për me tregu se tash kur bën zbërthime, jo këtu në kohën e socializmit jo këto. Tash prej një etapë të socializmit ose kështu demokracisë lehtë. Unë kalova një etapë të shqimit së kështu ashtu në 30 gjithmonë kemi dashur Amerikën, po sa është ëndër për secilin tri. Edhe në jetën ku punosha, në jetën ku vëzhgosha se çfarë do të thotë jeta amerikane. Pra si se unë e kam pas shansën të shkoj në Amerikë si student i shkollës mesme, kur ka qenë koha e shkëmbimit në nxënësve mes ish Jugosllavisë, Kosovës edhe Amerikës. Jam gjenerat me Rushdi Bakallin, Rushdia pa të shku në Amerikë, Vjosa de Bruna, e cila ka qenë edhe ambasadore. Kisha apliku dhona, isha pranu, por që
shoqënia të cilën më rrethonte që kërkonte prej meje gjithmonë të jemi aktiv, intervenuan të prindi im pak edhe abuzuan me atë, duke i thënë prindit tim për shkon nga zmendi s'kthehet, edhe ka plej një frikë ashtu që unë nështë s'do të kthehen, sikur ka ndodhur që shumë kur s'është kthy, sy se na i kishim ëndër, gjuhën e dishim, ishim para përgatitur, edhe me lutjet e tij që mos shka bab që kemi këtu do të bëjmë kështu, unë nuk mujta me realizua të ëndër. Edhe 2001 për fat fitova një vizë, të cilën e shfrytëzova jashtëzakonisht mirë, edhe duke punuar, edhe duke studiu atë rrethat, edhe prandaj përshtypjet janë jashtëzakonshme. Unë kam shkuar edhe 2-3 herë tjera, kam kriju miq, kam pas edhe përpara miq. Pra sy se puna e hotelierie është një universitet në veti. Njeh gjitha strukturat, gjitha njerëz, gjitha gjinit. Kështu që vetëm varet aftësia e komunikimit. Unë atë për fat mirë e kam në natyrën time, si të lindur nuk pritoj të komunikoj edhe intelektualisht, se jo me gishta si thonë, pra sy se prej shkollës mesme e kam dashur anglishtën. Kam dashur edhe gjitha gjuha tjera, po anglishta për mua ka qenë edhe është. Në qëto gjurma ka vazhdu edhe vajza ime për fat mirë. Të 3 vajzat kanë ma tepër afinitet në gjuhë të huaja se sa që kanë shkencët, dhe pse unë i kam dashur edhe shkencët, matematikën e këto nuk kam qenë mangut, por gjuha shqipe, gjuha anglishte këto të tjerë kanë qenë ma afër. Natyrisht, po. Mundësit mira për me pa kulturat ma shpejt. Ky ka qenë restorani tiramisu, restoran me ushqime. Gjella ambelsina tiramisu, është ambelsin si baklava jonë për italian. Edhe ishte ka herë humor kur pyetën, këta kanë qenë njëni kuzhinier, njëni endlar se të tjerët, unë kam qenë pronari, ka pas edhe kur pyet kush është pronar ky, për cilës pjesë italiane është shqiptar. Që më po italian, restoran italian pronar shqiptar. Është jemi afër, veç kalojmë Adriatikun edhe jemi afër. E bukur, kthehemi te fotografia tjetër. Kujtime të bukura zoti Hoxha. Këtu është një tjetër fotografi shumë emocionale, është profesor Bashkim Bukshi, dikur kryetar i klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, Agim Bysi prapa shtëpinë që nuk shihet, në kohën kur është zhvilluar ky takim, Agimi ka qenë kryetar i klubit, unë kam qenë sekretar i tij. Kisha konkuru tash këtu, nuk kisha ardhur si pas pozitës udhëhecëve shoqëror, por kisha konkuru. Pra sy se pasioni imi ishte poezia, ishte libri, ato që më dhuruan arsimtarët, edhe që vitova në gjimnaz, isha një nxënës se dikur në shtëpinë time kishte shumë pak libra, edhe u zotova se ishte mundësia e mirë, edhe materiale që mandej unë t'i blej gjitha botimet, edhe mund të u themi se në atë kohë vite 70-80, rilindja ka luajtur një rol jashtëzakonshëm. Vërtet. Ishin gjitha çak kishin botime që nuk kanë qenë as në Republikën e Shqipërisë. Domethënë prej Kadares, gjitha komplete, kështu që sot unë posedoj gati një bibliotekë aq të begatshme që ka diku më tepër se 3000 sa tituj. Për fat mirë, lufta nuk na dogji edhe ato metën. Kështu që dëshira për poezi ishte prej atëherë. Merrshëm me poezi, shkruajshim, kisha konkuruar në kohën kur ka qenë Halil Haxhosa i kryetar. Edhe si arsimtar, edhe me nxitjen e tij, bara më kujtohet se poezia e parë me të cilën kisha konkuruar ishte poezia Ne ishim, kishte pak konotacione patriotike, pak të dëshmuese. Ne ishim dikush që s'na njefti askush, dhe më thonë, për ma këtë editorë që i kishim ngrejt për kështut e kështut, a ishte. Por, me thonë të drejtën për fat keq, edhe pse kisha një arsenal edhe një konglomerat poezive më tepër dashurie, përjetimesh, nuk u botun asnjëherë, une isha vajtor se si botova dhe pse ishin lektirune edhe për Agimit edhe për i kolegëve tjerë. Edhe fillova nga pak, edhe tëri që mas Agimit, barem Halili i ndjerë edhe Agimi pse ka s'po vjen
Kur kisha pozitën e kryetarit, krijesha një përshtypje, thësha mos po ngjallë dyshimi i anëtarëve tjerë, Besim Gunga e të tjerë që ishin Agim Byci, Bashkim Gujani, Halil Agjosaj, Necmettin Soba e të tjerë, thasha nështë rezervohen, jam prej një kaste udhëhece, gjithmonë ishte dyshimi. Alilit e të s'ka të bërë, ti ki konkuru me poezinë, atë kemi pranuar, ata e dishin. Edhe përndryshe une ju ndihmosha shumë në aspektin logjistik, se kisha mundësit një atomjetit mi qu dikon Prishtinë për Zren me ngajt, mandej kemi pas Suleman Lokën, në këm pasët e kujshi, a i thënë të gazmen për më vjetë tërpë më të refuzu në katën e 4, nuk i kishtë shëndetin, edhe shkoshin në përur letrare, mbajtja e mitingët poezisë, e krejtë forën tjerë. Pandej e zjedha qëllimisht, ka dhe ma vonë të të shojmë edhe një fotografi. Shofim? Po? Që është ndërlidhe me këte, besoj se do dhe pikrisht, është Fadir Hoxha, heroj popullit, e zonja Vajide, janë këta udhëheqësit komunal, se vedin Bakali, që profesor bashkimit për mas. E zgjedha pikrisht këtë fotografi, Pallati i Kulturës, i cili është sot. Për arsye se Fadir Hoxha ka qenë themeluesi i mitingit poezisë. Ne kemi debatu një ditë me Angelën edhe me Besimin, edhe ju pa të më thonë, e dini që themeluesi i mitingit ka qenë Fadir Hoxha, mitingi i parë ndërkombëtar i poezisë. Fadir Hoxha ka sjellë dhe mjete për Këshillit e Kuzhdip të Kosovës. Nuk ka pas shansë që ndonjë kështu manifestim i mitingut, nata solemne e realizimit poezisë ose teatrit Hadisheu që ka qenë posaçërisht të mbahet pa qenë prezenca e Fadir Hoxhës. Prandaj në këtë aspekt angazhimi, impenjimi i tij në zhvillimin e kulturës, arsimit e këtij tjerë kanë qenë të jashtëzakonshëm. Ne i patëm thonë, ndoshta është e palogjishme që ju nganjëherë nuk kujtoj që ta falenderoni se do thotë ky miting poezisë ka rrugtimin që atëherë. Nëse ka të bëjë që dikush ka rezerva ndaj të atë monizmit të atërshme ose formës, ne kemi bëjmë për një histori, për një të kaluar që është mirë që të kujtoni ata njerëz, të falenderojnë edhe post mortem. Për arsye se do të thotë hapat e parë në për këto mitingje kanë ardhur shumë shkrimtarë nga bota. Fiks. Të Shqipërisë, po që po. Ato kanë qenë me Dritor Agoll, me Kadare, me kretë. Unë thash edhe me parë se... një kohë kur mitingu i poezisë paktën përmes të ftuarve që kemi pas aty në Atulse, thonin që mbajnë palestrën sportive për shkak të numrit të madh të njerëzve. Ka pas edhe në palestrën sportive që është majtë, se nuk i nxente salla, nuk i nxente salla. Ndërkohë që sot është rrezik apo mbahet nga viti në vit kjo pasuri kulturore që ka mbushur 6 dekada më shumë ekzistencë. Çka është tjetër, se ne dallohem Gjakov thënë se kultivohet muzika tradicionale, por përveç muzikës dhe poezia e artit, na kemi emra Ali Podrimja, të gjitha që kanë origjinë nga Gjakova, Enver Gjergjeku, Esad Mekuli, Recep Hoxha. Mas shkojnë tutje me Simbokshën e përmendëm edhe profesor gjuhës. Javën e kaluar kisha nxjerrur një emision të arkivës së Syrit, pikrisht të mitingu që ishte bërë në vitin 2002 nëse nuk gaboj, ishte në Vergjeku dhe ishin disa personalitete që ju vetë po i përmendni. Domethënë me poezitë e tyre. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu ka të bëjë me një aksion tjetër është koha e periudhës angazhimit tim edhe politik, po këtu ka të bëj përvoja aksionit në sfond atje në mesin e keni zotin Mahmud Bakallin, sekretar komiteti krenar që ka qenë, po ashtu një figurë shumë e ndritur, një intelektual i jashtëzakonshëm, një politikan shumë i përgatitur, që gjithmonë na ka dhënë për kraje. Unë isha përzgjedhur atëherë si përvasuesi i Gjakovës, por isha zëvendës komandanti. Në anën e djathtë tij gjendet Ismail Berisha, i cili ka qenë, por me thonë të drejtën, me tepër unë kam kry punë, ka qenë aksioni i parë federativ i Berlepensi në ujmanin e sotëm, për cilën bëhet fjalë që është aktuale, dhe thotë përveç
investimeve ndërkombëtare bankës botërore, po ka qenë e nevojshme edhe dora e trive. Po trive nga mbarë Jugoslavia, edhe aty ishte një impenim i madh, për arsye se erdhen shumë tri prej republikave tjera më zhvilluara, Slovenisë, Kroacisë, Bosnës, Serbisë edhe të tjerë, që shishin se ka lëviz diçka në Kosovë dhe se u shëmshin para gjykimet zakonisht cilat nacionalizmi serb gjithmonë i ka hudh për shqiptarët, se ato unë i kemi pritu, unë edhe shokët e mi, shoqet që kemi studiu Beograd dhe në Zagrebi më pak, i kemi pritu para gjykimet që vërtet kanë qenë dëmshme, por misioni jonë ka qenë që të tregojmë që ne jemi njerëz ndoshta çak edhe më inteligjent dhe më të vishëm, më punëtor, më familjar se sa të tjerë. Se pikërisht ajo sakrificë, ai angazhim e ka sjellë që Kosova të krijon mandej universitetin, të krijon institucione tjera, të i falenderoj edhe këtyre rrethësve që kanë qenë lartpansa vizionar në kushte të jashtëzakonshme, të krijojmë një universitet me 20.000 të ri, të krijohet akademi e shkencave, universitet i cili për herë të parë ka rektor një studius i cili ka 27 vjeçë. Dervish Xhaja 27 vjeçë, rektori më i ri në trevat jugoslave, që besoj në përmasat evropiane. Kjo është një arritje e madhe. Natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër? Kjo është një simbolik tjetër. Kjo është vajza ime Klorita, e cila kur është fotografu ka qenë ditë e para të shlirimit tonë. Shlirimit. Ishte një emocion veçantë, ishte një kapel që e kishte dhëruar një shoku imi, pjesëmarrës i UGK-s, emocionet ishin pa përshkrueshme. Vajza ime i ka vënë këtë, prandaj e zgjidha si simbolik, për arsye se përjetimet e lutjes ishin shumë të vështira, ato i kemi përjetuar të gjithë ne edhe ju. Ishte një diçka shumë e vështirë, kishim humbur shumë njerëz, shumë bashkëqytetar, kishin ardhur do të ishte të bënë një sakrificë e jashtëzakonshme, sakrificë e madhe, prandaj për ne shërimi të ishte shihet edhe vosjeqja e vajzës, edhe pse kishte 80 vjeç, është e madhe, është Klorita, e ka shiju kapuçin e UÇK-s me kapelen. Mund t'ju them që vajza e madhe Dervina, që ishte 2 vjet më e vjetër se kjo, do thotë ishte pak më e vetëdijshme, tan kohën edhe ndeste një qirje dhe u lutë Perëndis që ruma babën, rumi familjarët. Se ishim lajmet plot trazira, plot situata, e dishim Gjakova ishte kallër e shkërmuar e gjithë ato. Për fat keq na nuk kemi dalë për Gjakovës, kemi met këtu. Kemi menuar që shumë pak kanë met, po ja kur u futën në trupat e NATO-s, kjo është koha që atëherë kur janë fut të vajza mbledhshin në borrin tim, se ishte pranvera, dranofile, lula, dhe ata pikërisht ishin në qarshinë e vogël, që të rruga e Nën Tereza, i cila ka qenë, për arsye se ishin pikërisht aty ka qenë një shtëpi e një qytetare tonë që kishin kthy forcat serbe në ambulancë dhe një si shtab, kur komandantë e trupave të NATO-s ju japën urdhnin që ata duhet ta shohin më njëherë atë pjesë. Vetëm këtë kohë kishte ende lëvizje disa paramilitarëve serb në për trotuare, kishim edhe një çik frikë, dushim ti rrujmë edhe fëmijët, por entuziasti, përqafimi, lulat për ushtarët ishte simbolik shumë e madhe. Ishte një falënderim që rrallë përshruhet. Ne i kemi disa sekvence kur dalin televizion të pjesa poshtë me të deponta, por kjo ka qenë në gjithë qytetin, ka kanë kaluar. Natyrisht. Shohim nëse kemi fotografi të tjera. Kjo është fotografi familjare, pak bardhë zi, një dhuratë që vajzat na kanë bëu për ditëlindje. Djathtas me është Dervina, vajza madhe, shoqja Afrodita, që është bashkëshorte ime, po është edhe shoqe. Njihem që nga ditë e rinisë kemi një distancë shkollore, një 10 vjeçare, por jemi jashtëzakonisht afër njëri me tjetrin. Kemi një suport përbashkët, kemi punu një kohë gjatë në hotel, kjo ka qenë recepcioniste në hotel, unë kam qenë koordinator. Vajza Klorita në fund, vajza Leona. Klorita është e martuar, kemi 2 nipa të shkëlqyeshëm, një dhëndër të mirë, një familje shumë e mirë. Leona është studente psikologjisë. Ka dallim me Kloritën, diku 15 vite, është fëmia që ka lindë, që thënë fëmia i pleqërisë,
Do thëtë unë i kam 3 vajza me cilat unë krenona. Si është me qenë baba i 3 vajzave të suksesshme? Është kënaqësi shumë e veçantë. Është veçantë. Unë e Afrodita kemi pas në planifikimin tonë kemi pas menduar të mbesim me 2 vajza. Nuk kemi pas ndonjë impenjim atje se duhet të kemi djalë patjetër. Mirë, por Afrodita edhe për shkak që shëndetësor u desht të lindi edhe vajza tretë, kështu që u boni treshe që mu më knaq për arsye se unë nuk kam janë shumë të dëgjueshme, kërkesat i kanë minimale, tash kanë filluar me punu në vajza madhe punon, e dyta është martu, kja studion edhe punon, kështu që... Cili tip i babait ke qenë? Autoritar, i rregull, demokrat? Konservator në çështjen e edukimit. Po. Strikt. Por shumë demokrat. Kur është regjistru vajza në klasën e parë Leona, është marrë vogla, muzon se unë zakonisht kam marrë pjesë gjithmonë në mbledhjet e prindve. Po. Kam qenë edhe në pjesësitë e shkolla, gjithmonë më kanë njohur ashtu. Bab arsimtore do më propozu, po bab, do thotë kam njohur gjithmonë problematikën e shkollës. Edhe kam qenë i afërt, kam ditë krejt hapat e tyre. Edhe shkolla me regjistruan parashkollore, Leona. Kishte 6 vjeç. Pas 6 vjeç e moshën. Edhe Ferit Rëgova, i ndjer, i njoh si joni, shok i vllaut edhe shoqëni edhe me mua, thotë gazmen, thotë është një klasë eksperimentale me një arsimtare, sa vjet i ka, është e zhvilluar, është ashtu e zdërvjell si ti, thash po. Tha pse se regjistron në klasë të parë, thash po se ka kryer parashkolloren. Tha regjistro. Edhe shkova në shtëpi, u ktheva, a u regjistru Leona, thash po. Thash po, kemi ndryshime. Çka u bë, thash nuk është parashkollore klasë parë, qysh mund të bëj pa kry se është një procedurë në rregull. Vërtet fëmijët që e kalojnë parashkolloren janë ma të pjekun, ma të përgatitur, edhe është shumë e rëndësishme, për fat mirë, unë punova mandej edhe disa kohë edhe në qerdhet e qytetit, si drejtor i gjitha institucionit parashkollor, edhe kom vrej se ka një rëndësi të jashtëzakonshme përgatitja parashkollore. Për fat mirë, edhe këtu impenojë hinjet edhe çështja se me një angazhim tonin Gjakova ka një infrastrukturë të jashtëzakonshme të qerdhave. E këte pikërisht për mos më atribu veç vetvetes, ne kemi punu jashtëzakonisht një parasysh se kanë qenë disa etapa shumë të vështira, çështjeve materiale të organizimit. Por rritëm numrin, e kryejmë përgjegjësinë aty në edukatore, kishim 7 qerdhe atëherë ku unë isha, do thotë diku me 80 punëtor, gjitha edukatorë, shumica me 5-6 marshi, edhe në ato qerdhe 4 ishin qytet, 3 ishin në përfshatra, kishte 700 fëmijë, 360 parashkollor, 340 deri në 360 me cikël prej moshës 1 vjeçare deri në moshën 5 vjeçare, ishte një punë kolosale. E sot Gjakova njihet si një vatër edhe cila e ka mes mirë të organizuar dhe mes shumë të ka qerdhe publike. Po. Në atë kohë Prizreni nuk e ka pas asnjë qerdhe publike. Çato që e ka pas me Meta Kifi. Nëse na i majtëm të gjitha i majtëm. Drejtora, ishte vështirë me punu me gjinin femërore, krejt kolektivin, po thuajse me shumë pak punëtor të gjinisë mashkullore, si drejtor qerdhe, si drejtor institucionit parashkollor, ishte vështirë, me thënë të vërtetën, ishte vështirë për arsye se une rastësisht u jap mundësia që ashtu të shkoj, të bëj një kthesë, dhe me desha se fëmijët e vogël kisha një propozim të shkojnë në shkollën e mesme gjimnazit, por i kisha ata arsimtar kolegi, disha që situata se kisha vajzën, gjimnazi pa kaluar në gjimnazin e ri. Po. Kishte disa vështirësi të objektit, të formave tjera, mandej ishte forma e demokracisë se i japin një liri që dëmtoj infrastrukturën, dëmtoj vetë përbërjen e vetë aty në Nxans. Dhe zgjodhe institucionin. Atëherë zgjodha me parashkolloren si nashta më e lehtë. Dhe doli të jetë? Doli të jetë një përgjegjësi shumë më e madhe.
shumë më madhe, se përgjegjësia për fëmijë, sidomos. Do thëtë i pari delsha në që edhe Imrami për arsye se kur u mbyll këtë dita që nuk kemi pas ndonjë aksident fizik të fëmijëve, ta fëmijë shumë gjallë, edhe mund ndodh jo me qëllim, po. Edhe të ato femnat masi normalisht se puna për çdo ditë me fëmijë, me një grup 20 fëmijësh. Edhe më e keq që unë i kalova kurrikulat edhe rregullat se shtova numrin, po mos ta shtojsha numrin të ardhurat e qerdhës, ishte një pagesë e vogël, po që krijoi këtë mira materiale për mbijetesë qerdhës ishte shumë më të vogla. Ta shikova kur shkova një borxh për 30-40.000 euro pa pagun karburantin, për nxemje e këtë të tjera. Kështu që kur e bona një kalkulim të menaxhimit, ishte vetmja formë që të arrisim numrin e fëmijëve, edhe të vinë ato parasysh se pagesat ju e dini se jeni vetëm në sistemin shkollor të shkojnë nga ana tjetër, ndërsa mirëmbajtja, ushqimi, standardi i fëmijëve ishte nga të ardhurat që i jepshin vetë, ishte diku 30 euro. Mandej ishte misioni tjetër se çdo fëmijë i cili vjen parashkollor socializohet, del më i socializohet. Kjo është poenta kryesore. Edhe prind janë më të lirë parasysh se nisën njerëz për mbijetesë të punojnë, kështu që kishte momente që nështë edhe fëmijë s'mund që s'është normale ta binë, se sidomos fëmija kur është me antibiotika i nuk uzon tjetën qerë. Prandaj ishin vështirësitë ato. E tjetra ishte që shumica e kolegëve aty që punoshin femrave kishin ju japë drejta që ta kryejnë kvalifikimin në fakultetin e edukimit për të rritur rangun edhe bazën materiale pa shfutje prej punës. Pra mendoni ti një shkon një grup për 20-30 femna për shkak gjysma ligjërata dhe të menaxhohet pjesa tjetër natyrisht. Edhe tjera të vështirësi. Faleminderit shumë, të shohim duket nuk kemi më fotografi, kemi përmbyllur kështu këtë 60 minutë që ne planifikuar së bashku. Faleminderit zoti Hoxha, unë e shijova këtë diskutim tuaj dhe mësova shumë çka nga gjithë kjo kronologjie e fotografive që patëm bashk. Uroj që organizata që ju përfaqësoni aktualisht të ketë sa më shumë aktivitete, edhe të vazhdoni kështu të jeni aktive dhe të diskutojmë në një moment të dytë për krejt gjëra tjera. Se më lejohet të Eldita, unë zdeshtat kjo me qenë se këtë baj me çështjen jetësore time në një vimësi i aktivitetit, por në fund të del si një mesazh, me qenë se tani gjendem në pozitën e udhëheqësit një organizate veteranëve që për fat keq ata secilin ditë ikin nga jeta, ndërta në më vjetë ka me të Avni Zhubi e Avni Zherka. Organizata jonë nga njerë ndihet ka pak anashkaluar, sidomos edhe pse unë kom qenë pjesë e angazhimeve antarës asamblesit. Ka pas angazhime për kryen e shnorës. Nuk kemi dashur të polemizojmë, ka me shumë pak, për fat keq tash kolegët e mi ka nis të ndinë veten pak si të nashkaluar, nështë edhe të harruar, pse edhe bojnë pyetje pse gazmen kur është afër finalizimit nuk kryhet. Edhe më e keqja që me një strukturë të më pashme kur ishte kryetare zonja Mimoza, për fatin e keq një vendim që ishte marrë me peticionin e qytetarëve afër 20.000 përmes atëherë organizatës politike të Begjet Pasollit të kësaj, në të Mimoza ku ishte kryetar, ishin 20.000 në shkrime, por edhe me angazhimin e qytetarëve që të ngrihet busta, për fat keq në tjetrën pjesë të mandatit të tjetër formacioni, aja u anulu. Ai vendim ishte vërtet një gabim shumë i keq, për arsye se mendoj që gjakuart e kanë dëshirë, e respektojnë, e dojnë një figurë si Fadil Hoxha, një figurë me cilin kem të drejtë edhe të krenohem, për arsye se është një figurë emblematike që ka kontribu qoftë
qoftë me pushk, qoftë me lapse e gjitha forma tjera. Prandaj një pjesë e trashëgimisë së arritjeve tona është pjesë edhe e tij. Prandaj sot mos ketë një përmendore, mos ta ketë një vend që ka emrin e Fadil Hoxhës është vërtet shumë e vështirë. Prandaj edhe përmes këtij emisionit unë bëj një apel të strukturat e komunës, edhe pse kam një respekt aty, që ata ta përfundojnë atë çfarë kanë nisë. Besoj se nuk humbin në vota nëse punojnë. Edhe mos vinë prej e disa deziluzioneve, disa thashëthemeve të njerëzve që vërtet mirën me gjëra të cilat nuk i kanë studiu, nuk i dinë fort mirë, por flasin në aspektin subjektiv. Prandaj neve na takon si qytetar që ta çojmë vend, ta çojmë një amanet brezave të kaluam, edhe vërtet të krenohem me diçka që vërtet është. Normalisht, që rrugë e tij, Bujani, këto janë pjesë të trashëgimisë të këtyre djemve të Gjakovës që kanë dhënë jetën për liri. Për fat mirë sot jemi shirum, prandaj aja e madhëron edhe aktivitetin e këtyre. Prandaj unë duket të falenderoj për mundësinë që më jap. Faleminderit shumë. Emision juve të Syrit ju dëshiroj punë të mbar, rritje edhe më të madhe që takohem, sikurse jemi taku shpeshherë parasysh se ne keni përcjell rregullisht. Prandaj faleminderit juve dhe gjithë ekipit televizion. Faleminderit. Ne kemi përmbyllur këtu diskutimin me zotin Gazmend Hoxha. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të jeni me ne dhe të na përcjellni edhe në rrjetet tona sociale. Gjithmonë nga kjo studio kërkoj nga ju të propozoni edhe emra të tjerë për të cilët ne mund t'i kemi harruar, sepse është kujtesa kohës, kujtesa juaj, ajo që në bën që ky emision të bashkëveprojë së bashku me ju. Mirëmbëjtje dhe takohemi të martën e radhës.